suplementet kanë rëndësinë e vet në disa probleme të caktuara. Suplementet janë shumë të rëndësishme kur kemi të bëjmë për inflamacione të testikujve ose inflamacione të fshikës së urinës ose inflamacione të prostatës. Mund të ndihmojnë normalisht sepse kanë efekte antiinflamatore. Suplementet që shkojnë të ndihmojnë në rritjen e organit gjenital nuk duhet i besojmë pavarësisht le të themi publicitetit që bëhet mbi këtë gjë, sepse nuk ka një suplement që mund të shkojë të ndihmojë në rritjen e organit gjenital dhe e di që shpesh herë domethënë meshkujt, them fatkeqësisht, sepse realisht më duket fatkeqësisht, drejtohen suplementeve të tilla ose mos saktë drejtohen edhe aparateve të ndryshme që mund të shiten online për të rritë përmasën e organit gjenital. Por duhet kemi shumë kujdes, sepse në disa raste dhe më ka rastisur disa pacient që kanë arritur efektin e kundërt, sepse në momentin kur ti përdor më shumë se sa suplementet, më shumë aparatet që mund të përdoren për rritjen e organit gjenital, nga njëherë këto aparate shkojnë të dëmtojnë traumatizma kronike, dhe traumatizmi kronik bën inflamacion kronik, dhe inflamacioni kronik çon në një kalcifikim, domethënë në një shkurtim të aparatit gjenital. Kështu që nëse kemi dashur të arrijmë një madhësi më të madhe të aparatit gjenital, realisht kemi arritur efektin e kundërt. Woo!